Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sot ditë e xumon, ditë madhështore, po për ne është edhe ditë e veçantë për arsye se sot nxënësit e xhamisë dhe mektebit Dudije kremtojnë edhe manifestimin e duas së hatmës. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pishtarit ndriçues Muhamedit alayhi salam. Mësimi i Kur'anit është drejtë dhe drejta është shumë e nevojshme për jetën e një njeriu. Andaj, të dashur prind, mësojeni fëmijëve tuaj Kur'anin, nga se me mësimin e Kur'anit do t'i ndryshojmë shtëpitë tonë. Ç'është Islami? Islami është feja të cilën Allahu xhaleshanuhu ja shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet pejgamberit të vet Muhamedit alayhi salam. Me shqiptimin e shahadetit shfaqet përkatësia e besimit islam. Muslimani i ka 33 sharta. 6 shartet e imanit janë amentu billahi o melaiketihi o kutubihi o rasulihi o al-yawmil akhir o bil qadri ahiri o sharri min Allah Taala wal bathal bautal mauti hakun. Kushti i parë i besimit është besimi në Allahun xhaleshanuhu. Zoti di gjithçka, sheh gjithçka, dëgjon gjithçka, me vullnetin e tij bën gjithçka, është i plot fuqishëm, flet me të folët e vet, hynor gjithçka, përmban shpik dhe çdo. Kushti i dytë i imanit është besimi në melekët e Zotit. Kushti i tretë i imanit është besimi në librat e Zotit. Kurani është një libër i shenjtë të cilin Allahu xhaleshanuhu ja shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet pejgamberit të vet Muhamedit alayhis salam. Kushti i katërt është besimi në pejgamberët e Zotit. Pejgamber ka pasur shumë, por në Kur'an përmendet 25. Çelësit e pejgamberëve janë, ka qenë të drejtë të sinqerta, ka qenë të besueshëm, ka qenë të zgjuar të mençur, ka qenë të pagabore dhe shpallja e Allahut ka transmetuar njerëzve. Muhamedi alayhis salam ka lindur në qytetin Mekë dhe ka ndruar jetë në qytetin Medinë. Islami është fe e pastër. Çdo musliman duhet të ketë të pastër trupin, teshat, petkun dhe shtëpinë. Zemra fort filloi të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. 4 kushte të abdesit ato janë: larja e ftyrës, larja e duarve deri në bire, me dorën e lagur prekim 1/4 të kokës dhe larja e këmbëve deri mbi. O Allah i madhërisëm, ne jemi njerëz, ne gabojmë,
Ne jemi të ngarkuar me dertet e dunjas, andaj kërkojmë në këtë ditë gjumaje nga kjo shtëpi e jotja në rruzin toksor, në fshatin Raçe, o Allah, gjunahet tona avë dhe makfiret në i ban. Vazhdoj duke bën dua dhe lutje për punën që është bë. Qoftë në përkrahjen e xhamis e në veçanti në punën në këtë mektep. Kam obligim moral në hutbet bëj dua dhe të lusë Allahun bu xhelal. Inshallah këto ceremoni dhe këto aktivitete në këtë shoqëri kur nuk ndalen, ja Rabbel Alamin. Lusë Allahun xhelal këto evlat të bëj evlat të hajrit. Këtë ardhmëri të bëj ardhmëri të shëndosh, që nese do t'jetë në shërbim në poplit vetë, ja Rabbel Alamin. Bëj dua për muallimin që e ka lavdru Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke e konsideruar më të mirin mesin tuaj. E më i miri është ai i cili mëson Kur'anin dhe mëson Kur'anin të tjerëve. Allahu dhu xhelal inshallah muallimit i jep jetë e bereqet në dunja, e ta ringjall me njerëzit e mirë në botën e ardhshme. Dhe për gjitha ata prindë që orientojnë fëmijët e tyre e kanë dertin e evladit që t'jetë në rrugë të Zotit. Inshallah Allahu dhu xhelal çdo niyet të hajrit që kanë Allahu t'u realizojë.